Shiko, ky lloj ofendimi kundrejt Edit për shembull, sado për shembull mund të kesh antipati apo simpati për ndonjë lojtar aty brenda, por prapë kjo nuk është se të ndalon të japësh një opinion dhe një koment, një gjykim kundrejt asaj që ti ke dëgjuar unë e gjithë me radhë. Shiko, e meriton Edi atë që ka thënë Fjolla apo nuk e meriton? Kjo njëherë as nuk ka vend për të diskutuar. Është e papranueshme ajo që thot Fjolla. Ti thuash dikujt për shembull atë fjalë që ajo ka thënë aty, edhe mund vjen zor me thënë me përsërit, po s'ka nevojë se mjafton që keni dëgjuar nga ajo. Është e papranueshme. Më shqetësuese akoma është që deri ku shkojnë këta banorët aty brenda, deri në çfarë pike denigrojnë, për shembull, deri në çfarë pike arrin degenerimi që ata shfaqin. Sepse ti thuash tjetrit atë që ka thënë Fjolla, është shumë e papranueshme dhe nuk ka vend për shembull për të qëndruar aty më. Unë si publik, si ndjekësi atij formati, më pëlqen si format pavarësisht se janë njerëzit që e transformojnë në një të tillë jo të bukur. Ai fundi është një eksperiment social, por duke qenë se jam një ndjekës i atij formati, e shikoj një banor që përdor këtë lloj gjuhë kaq të shpifur, kaq të pist, le themi, që edhe kur dëgjohet midis meshkujve është shumë për të ardhur turp, edhe jo akoma më shumë nga një femër. Unë nuk e di për shembull se më shumë ata që e përjetojnë këtë lloj gjëje, këtë lloj ofendimesh që bëjnë, janë familjarët që janë jashtë për shembull, se të dëgjoj nëna e Edit ose babai i Edit ose vllai, motra, familjarët e tij që ai ka, shqetëson akoma më shumë dhe akoma më e keqja është që ata nuk bëjnë dot gjë, sepse Edi nuk është një junior ose një i vogël edhe që ka firmosur me lejen e prindrit, po ka qenë është adult dhe ka firmosur marrë pjesë në atë format. Por Edi nuk e ka idenë se çfarë bëhet te jashtë. Unë nuk e di nëse kjo pjesë do të jepet apo jo në Prime. Presi, kjo ngelet për të parë, por dhe nëse do të jepet kjo pjesë, nuk e di se si do të menaxhohet, se e dim që Edi ka një temperament shumë aktiv, le të themi, është njëri impulsiv dhe nuk e di nëse do arrin ta menaxhojnë, por mendoj që Fjolla është për të dalë, nuk është Fjolla për të ndetur aty, mbas kësaj që ka bërë. Fjolla 1 për shembull, apo dhe Labi me Bian 2. Bia bën gestikule seksiste, ai thot hengsha buzën, ai thot hengsha të. Domethënë, ja është bërë një tullusum aty, një grup i keq që nuk të lë shije të mirë. Është bërë një grup i keq që nuk lë shije të mirë. Gjithsesi, ngelet për të parë, më vjen keq se është gjithaj format, gjithaj investim dhe ta hedhin poshtë këta protagonist. Por duket qartë që kanë më shumë rëndësi klikimet se sa ajo që çfarë duhet shikoj publiku. Nëse Big Brother për shembull e ka atë syrin magjik siç ne e njohim vërtet, mendoj që Fjolla nuk duhet të rrijë. Me gjithë respektin për ata, por është e papranueshme gjuha që përdor ajo në të tillë format. Mund të jetë njëri shumë i mirë në jetën e përditshme, por marr shkas nga kjo që dëgjova, është e papranueshme. Mu vjen keq shumë për ata që kanë dëgjuar, më vjen keq dhe për familjarët e Edit që e kanë dëgjuar këtë lloj fjalori, se është akoma më, siç e thash më përpara, më e dhimbshme dhe më e zoshme është që kur ata e dëgjojnë nga jashtë, nga shtëpia, nga divani, nëna, babai, motra, vllai, çka ka Edi, dhe nuk mund të bëjnë dot gjë. Kështu që nuk e di. Është e kot të hartosh tru, tani të shikojmë të hënën se çfarë do bëjnë atë, do ta heqin, do ta mbajnë.